Në një mëngjes të zakonshëm shkolle në Chicago, nxënësit gumëzhinin nga emocionet për një ekskursion 2 ditor në natyrë. Për shumicën prej tyre ishte thjesht një tjetër aventurë plot me zjarre kampingu, të qeshura dhe tregime në nyje. Para se të vazhdoj, ju lutem merrni pak kohë për t'u abonuar në kanalin tonë. Pëlqejeni dhe shpërndajeni kjo. Për 10 vjeçaren Maggie Vasquez, e cila jetonte në paralizë cerebrale dhe mbështete në karrocë, mendimi për t'u bashkuar shokëve të klasës në Camp Sullivan duke pothuajse i pamundur. Shteku në pyll nuk ishte ndërtuar për rrota dhe rrugët me gur, mezi përballoheshin edhe nga mësuesit, e jo më nga një karrocë. Nëna e Magit pyeste veten në heshtje nëse kjo do të ishte një nga ato momente të shumta të fëmijërisë që vajza e saj do të duhet të humbiste. Por mësuesja zonja Helma Warder e shinte ndryshe. Në sytë e saj nuk ishte asnjë dyshim. Maggie duhet të ishte pjesë e ekskursionit dhe ajo vendosmërisht nisi një zinxhir ngjarjesh që askush në shkollë apo në komunitetin më të gjerë nuk do ta harronte ndonjëherë. Zonja Helma nuk ishte një mësuese që besonte se dikush duhet lënë pas. Ajo e kishte mësuar Maggien që nga klasa e parë, e kishte parë duke qeshur me shokët dhe kishte dëshmuar se si, në mënyrë të qetë, shpesh rrinte mënjan, jo sepse zgjitet e ishte atje, por sepse rrethanat e detyronin. Kur ajo pa planin e ekskursionit në Camp Sullivan, ndjeu një ngushtim në krahëror. Maggie meriton të njëjtat aventura si të tjerët, të njëjtën mundësi për të dëgjuar gjethet që kërcasin në këmbë dhe për të dëgjuar drerët që lëvizin në pyll, tha më vonë Helma. Nuk ishte dyshim që ajo duhet të vinte me ne. Pyetja e vetme e vërtet ishte si. Fillimisht idetë që dolën nga brainstorming u ishin pothuajse qesharake. A mund të merrni një kalë për të mbajtur Maggien në shteg? Jo, rregullat nuk e lejonin. A mund të përdorni një karrocë të veçantë për terrene të vështira? Pasi kërkuan, asnjë nuk i përshtatej madhësisë apo nevojave të Maggiet. Në një moment Helma mendoi seriozisht të kontrabandonte një kalë dhe thjesht të paguante gjobën më vonë, por e ndaloi veten. Nuk mund të mësonte nxënësve rëndësinë e respektit dhe pastaj të thyente vetë rregullat. Kështu që ajo ju kthye diçkaje tjetër, komunitetit të saj. Një natë duke shfletuar telefonin, Helma shkroi një postim në Facebook duke pyetur nëse dikush kishte ndonjë ide. Nuk priste shumë, por një përgjigje nga Greg, një punonjës i Recreational Equipment, ndezi shpresën. Ai nuk kishte zgjidhje ende, por premtoi se do të kërkonte. Dy javë më vonë ai telefonoi me një lajm që dukej mrekulli. Kishte gjetur një pajisje të quajtur Freeloader, e dizajnuar për fëmijë deri në 36 kg. Nuk ishte e lirë, mbi $300, por ishte pikërisht ajo që u duhej. Helma nuk hezitoi. Me lejen e Maggie dhe bekimin e prindërve të saj, ajo bleu pajisjen dhe u përgatit për sfidën fizike. Ajo nuk ishte një atlete profesioniste dhe të mbaje një fëmijë 10 vjeçar në shtëpi për kilometra të tërë nuk ishte lehtë, por kjo nuk ishte të bënte me komoditetin, kishte të bënte me përfshirjen. Kur erdhi dita e ekskursionit, emocionet mbushën ajrin. Rreth 50 nxënës dhe 10 mësues u mblodhën me çantat e shpinës, qeset e gjumit dhe ushqimet. Mes tyre, Maggie driçonte nga gëzimi. Për herë të parë, ajo nuk ishte lënë pas, ishte pjesë e grupit. Helma ngriti Maggien në shpinë me ndihmën e pajisjes Freeloader, rregulloi rripat dhe bëri hapin e parë drejt shtegut. Çdo sy u kthye nga ajo me admirim. Ekskursioni nuk ishte i lehtë, shtegu kalonte në terren të pabarabartë me rrënjpejmësh që dilnin si litar nga toka. Kishte momente që Helma ndjente këmbët i driteshin dhe shpatallat t'i diqnin, por sa herë mendonte të ndalej, gëzimi i Maggiet e shtynte përpara. Vogëlushja këndonte butë, bënte shaka me shokët që ecnin përkrah saj dhe duartrokiste sa herë shinte një bretkos, një zog apo një drer. E qeshura e saj përhapej në pyll, një tikull që e bënte çdo hap të dhimbshëm të vlefshëm. Mësuesit të tjerë u ofruan të mbartnin Maggien me radhë, por Helma rrallë e dorëzonte. Ajo ishte një nga ne, tha më vonë Helma duke përshkruar se si prania e Maggiet ndryshoi krejt atmosferën e udhëtimit. Nxënësit nuk e shihnin më si vajza në karrocë, e shihnin si një vajzë me emocion, guxim dhe buzëqeshje të palëkundur.
Atë natë, rreth zjarrit të kampit, Maggie qëndroi pranë shokëve të saj, duke pjekur marshmallow dhe duke dëgjuar tragime të frikshme. Për herë të parë, ajo nuk ishte thjesht një vëzhguese këtyre momenteve të veçanta. Ajo po jetonte ato. Yje ndriçoni si një premtim mbi kokën e saj dhe shokët e klasës e trajtuan sikur karroca nuk kishte ekzistuar kurrë. Kur u kthye në shtëpi, lidhja mes Maggie dhe bashkëmoshatarëve të saj ishte më e fortë se kurrë dhe admirimi nga zonja Helma kishte kaluar çdo përshkrim me fjalë. Fotot e ekskursionit ku mësuesja mbante nxënëse në shtëpi përmes pyllit u përhapën me shpejtësi online. Bota pa se çfarë mund të bëjë dashuria dhe vendosmëria dhe njerëzit në mbar botën u prekën nga kjo histori. Por për Helmën, kjo nuk kishte të bënte me famën. Ajo hodhi poshtë vëmendjen virale duke këmbgulur se thjesht bëri atë që duhej bërë. Nuk ishte të bënte me të qenit hero, shpjegoi ajo. Kishte të bënte me të bërit e asaj që është e drejtë. Asnjë fëmijë nuk duhet të ndjehet i lënë pas, vetëm sepse bota nuk është ndërtuar për ta. Fjalët e saj mbartin një të vërtetë të heshtur, të tillë që qëndron gjatë dhe pasi tituj zhduken. Efekti zinxhiri i këtij ekskursioni u përhap dhe në shkollë. Mësues të tjerë filluan të rimendonin se si mund të përfshinin më mirë nxënësit me aftësi të kufizuara në aktivitete që më parë dukeshin shumë të vështira. Administrata filloi të mendonte për ekskursion.